Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Këtë vit unë e di se ju kam mbet mangut për disa personalitete që nuk jetojnë në Kosovë. Keni parë shumë personalitete që janë të vyeshme, që janë ftyra shumë publike, që janë ftyra që kanë kontribuar shumë për popullin ton, por ka dhe ftyra tjera të cilat nuk jetojnë në Kosovë, por kanë kontribuar shumë dhe vazhdojnë të kontribuojnë për popullin ton. Një prej tyre unë e kam ftuar sot mysafir dhe ai është miq të nderuar, zoti Nazmia Kurti, është kryetari i lidhjes shqiptare të botës. Mirë po, mos të thom që ka qenë kryetari kësaj, kryetari asaj shoqate, themelues, bashkëthemelues i shumë shoqatave, shumë organizmave shoqëror, dhe mos t'i përmend unë të gjitha, do ta ndjekim fillimisht dokumentarin për të dhe pastaj I kthehemi mysafirit. Nazmia Kurti, jurist dhe aktivist I njohur I diasporës shqiptare, lindi në Gjakov, ku kreu edhe shkollimin fillore të mesëm. Studimet universitare për drejtësi përfundoi me sukses në Universitetin e Prishtinës dhe më pas vazhdoi me studime postdiplomike master në Universitetin e Lucernit në Zvicër. Që herët u dallua për energji dhe angazhim kulturor, luajti në teatrin amator Emin Duraku, ishte parashutist në klubin aeronautik të Gjakovës dhe si student u angazhua në shfaqje të teatrit kombëtar në Prishtinë. Në fillim të viteve të 80-ta, bashkë me Aqif Mulliqin themeloi teatrin studentor Drejtësia. Nga viti 1984 deri më 1988 punoi si gazetar në gazetën studentore Bota e Re, një prej zërave më guximtar të asaj kohe dhe shkolla e vërtetë e gazetarisë për shumë emra të njohur të kulturës dhe publicistikës kosovare. Pas burgosjes politike të vllajt të tij, u detyrua të emigrojë në Zvicër, ku jeton dhe vepron prej dekadash. Aktiviteti I tij kombëtar nuk është ndërprer asnjëherë që nga viti 1981 ka bashkëthemeluar dhe ka drejtuar disa prej organizatave më të rëndësishme të komunitetit shqiptar në Zvicër, ndërto Klubi Kosova në Langenthal, Bashkimi I Intelektualëve Shqiptar në Zvicër, Kuvendi I Shqiptarëve të Zvicrës, Rrjeti I Bizneseve të Diasporës Shqiptare në Zvicër. Por 20 vjet ishte pjesë e strukturave udhëheqëse të lidhjes shqiptare në botë dhe nga viti 2018 mban postin e kryetarit të saj. Nazmia Kurti ka qenë organizator dhe pjesëmarrës aktiv në pothuajse të gjitha demonstratat dhe protestat e shqiptarëve në Zvicër, Gjermani, Belgjik, Francë e Gjetiu. Ai ka ndihmuar mijëra bashkëdhetar me këshillim juridik falas dhe ka kontribuar vullnetarisht në organizata ndërkombëtare si Caritas, HEX dhe AFS. Si lobist në Parlamentin Zviceran deri në shpalljen e pavarësisë Kosovës, ai ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbështetjen politike për Kosovën, duke organizuar takime të nivelit të lartë dhe duke ndihmuar politikan kosovar në procese të rëndësishme diplomatike. Në vitin 2004 nisma e tij çoi në vizitën historike të presidentes së Zvicrës Michelin Kalmirej në Kosovë, ku ajo deklaroi publikisht se pavarësia e Kosovës është interes kombëtar I Zvicrës. Brenda vetë Zvicrës, Kurti ka mbajtur pozita të rëndësishme profesionale, përfshirë 12 vjet si kryetari I Komisionit Nacional të Personelit në sindikatën më të madhe zvicerane. Prej viti 2010 është docent inordinar në Shkollën e Lartë Pedagogjike të Bernës. Sot, Nazmia Kurti punon si jurist në zyrën prestigjioze Advokatur und Notariat Braher and Partner në Bern. Ai konsiderohet një prej figurave më me influencë të komunitetit shqiptar në Zvicër dhe një autoritet I respektuar në mbar diasporën shqiptare. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për kontributin e diasporës shqiptare për çështjen e Kosovës, Nazmia Kurtin të gjithë e kanë në maje të gjuhës. Miq të nderuar, e pam zotin Kurti, e pam një dokumentar në vetën e tretë që e ka përgatitur Ben Apolloni për zotin Kurti, ndërsa tani uroj mirëseardhje zotit Kurti në shtëpinë time, në studion time. Mirë se ke ardhur. Faleminderit, mirë se u gjeta. E di që ke udhëtu mbram vonë bashkë me bashkëshorten, jeni lodh, por megjithatë e ke gjetë kohën që të vish për miqtë tanë të flasësh pak për veten tënde, për punën që po e bën ti, por edhe për punën që po e bënin në përgjithësi në Zvicër, por edhe në botë. Ta them edhe një herë që është kryetar I lidhjes shqiptare në botë. Faleminderit shumë për ftesën. Kam kënaqësinë të jem te ju, mysafiri juaj. Fëmiria jote në Gjakov, ke lind në Gjakov.
cilat janë kujtimet që të lidhin me Gjakovën? Me Gjakovën kam kujtime veç të mira. Kemi qenë 8 fëmijë me prindrit, me gjyshen. Ka qenë fëmijë një e mirë. Ne më duket jemi një brez bukur me fat që jemi rrit në vitet e 70-ta, kur ka qenë një rilindje e shqiptarëve, ka qenë një rizgjim i shqiptarëve në Kosovë, u bë universiteti, u bën disa përmirësim pas vujtjeve të mëdha, pas masakrave të Tivarit, të Prizrenit, të gjitha atyne masakrave që bëni Serbia ndaj shqiptarëve, pas masakrave të tmerrshme që bëni Rankovićin atë kohë ndaj shqiptarëve, erdhi një fazë pak më relaksume ku shqiptarët liderët asaj kohe e shfrytzuan atë relaksim të situatës për të marrë frym pak edhe nxorën më të mirën e mundshme të asaj kohe. Edhe ne, si fëmijë në atë kohë edhe si tri, vërtet ishim me fat, bëm një jetë më të mirë se gjeneratat para neve. Si ka qenë që të rritesh në një familje 8 anëtarësh? Shife, të rritesh veti 8 fëmijë është një bekim. Me të vërtetë se është je gjithmonë në festë, si ndarësëm, si në festë ditëlindje, si gjithmonë 8 veta, 8 fëmijë, 8 karaktere, është gjë e mirë. Natyrisht nanat tona janë gjithmonë mretneshat e familjes. Nana ka vendosur çka do hajmë, çka do veshim, çka do bëjmë, kurse për të shkollu, prindërit shqiptar janë të veçantë në botë. Edhe në varfërinë më të madhe ka pas prind që ka shit lopën e fundit, lopën e kosit që thoshin për t'i shkollu fëmijët. Ashtu edhe prindërit tanë, me ato mundësi që kishin, bënin çmos që ne të vazhdojmë shkollimin. Kur ka marrë në kohën e studimeve, kemi qenë të njëjtën kohë 5 fëmijë në Prishtinë studime. 5 fëmijë në të njëjtën kohë. Do thotë ishte thuja e pamundur. Nuk ka qenë. Me një pension të babës, në atë kohë 5 fëmijë në studime, por unë shumë shpejt fillova të punoj si gazetar në gazetën Bota e Re atë kohë. Edhe shkruaja edhe për Zërin e Rinisë, edhe për rilindjen nga pak, edhe me ato fitime e plotësonim. Do thot banonim në konvikt, ushqeheshim në mens, ishin kushte modeste, po... Po me gjithate ja ku jeni? Keni pas gjyshen në shtëpi? Gjyshen e kemi pas në shtëpi. Dhe? Nanën e nanës, një bi tropoje, një malësore, gru shumë e menqur, kemi mësu shumë prej saj, do thot, ka qenë nga një familje shumë fisnike e tropojes, por që në kohën e komunizmit të internuar, të përgosur. Edhe ajo e ka vujt shumë ndarjen, sepse kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë atë e ka zonë këndej. Edhe ajo për 25 vite nuk është pama me vllazën e motra. Edhe mere me mend Gjakova dhe Tropoja mund të hedhish gurin në mbi qati. Absolutisht. Aq afër fizikisht edhe nuk janë të pa. Asnjëherë dhe ajo ka vdek pa i pa. Sa ram. Edhe ajo është një tragjedi shqiptare që nuk është e vetme, po ka pas shumë raste që i kanë dhënë bijat. Qoftë nga Malësia, nga Gjakova në Malësinë e Gjakovës, qoftë në Asjeltas, edhe ato familje kanë me të ndara për 25 vite. Ne patëm vu një korespondencë përmes një njeriu nga Gjakova i cili kishte qenë për vizitë në Shqipëri, edhe ai daja kur ka ndëgju që ka ardhur dikush nga Gjakova, ka shku e ka taku, edhe na solli të falat nga ai, adresën e tij edhe fillum, i uronim një tjetrit vitin e ri, shkrunim disa letra. Ne nuk e dinim që djali dajës pas ka qenë në burg, në Burrel, i dënuar me 10 vite, si 17 vjeçar, kur e bën 27 ka vdek në Burrel, i rigjykuar edhe njëherë. Ne nuk i dinim këto, edhe ai na shkruante, përshkruante pak familjen andej këndej, ka fundi, thoshte, këtu po e ndërprej që të mos i nxjerr punë cenzurës.
ne kuptonim që ato letra do thot kalojnë dikun tjetër, lexohen, shikohen. Edhe unë me vllajën tim Avniun, që jetojmë në Zvicër, në vitin 1989, ndërmorëm një akcion për t'i qu nanën edhe tezën në Shqipëri. Edhe organizuam me grupe turistike që shkonin nga Gjakova atëherë për të prit vitin e ri. Kishte qenë një aranzhman pritja vitit ri në Elbasan. Edhe ne u organizojmë atyre. Ne vetë dalim nga Trieshta, nga Zvicra në Trieshte, me traket, 24 orë, mbrim në Durrës, s'kishim viza, s'kur gjo, me makinë, por kish nis pak një relaksim në Shqipëri edhe na i dhanë vizat në traget aty, kur mbrim të porti. Na pritën atje, quni tezës ka qenë një shkrimtar, një libretist në teatrin e Durrësit, Avni Mulaj, me një shok të vetin me Mojkom Zeqon, e madhë. Mojkomin atë kohë ishte ministri kulturës, rinisë e sportën. Ata na kanë prit personalisht në Durrës. Edhe atëherë ne ju tregum aty në qëllimin e vizitës, thamë ne nuk kemi ardhur për prit vitin e ri, po ne do të shkojmë në Elbasan, t'i marrim ato, edhe t'i takojmë me dajën. Cili vit saksisht ishte? 89. 1989. Po. Edhe shkum me shumë peripeci, se nuk lejohej të shkëputeshin nga grupi. Pati vështirësi, po i nxorëm, morëm në makinë edhe jam sym ka qafa malit, edhe arritëm në Tropoj. Edhe i takuam, do thot nana dhe tezja taku në dajën një 3-4 muaj para sa i të vdiste. Edhe do thot mas, i kishte lanë fëmijë, tash ishin plakat të dyjat edhe i takoj edhe një herë. Ka qenë një ngjarje shumë emocionale, shumë. Sa vjeç ke qenë ti atëherë? Unë kam qenë 27-8 vjeç. Djali ri? Po. Si ndikoi ai takim në ty? Ai ndikoi jashtëzakonisht mirë, po them u lidhem me gjithë farefisin, se u mblodhen aty në kushëri, tezak, teze, daj. U mblodhem. Natyrisht ishte një dëshpërim, sepse ne gjatë gjithë jetës kishim ndëgjuar nga gjyqja e cila për çdo ditë thoshte pasha vllaun, pasha Salin, atë vllaun e vet, e tregonte historitë e tij, një familje bajraktar të Kasaj, familje pasur, familje trimash që kishin dhënë shumë trima në luftrat rajnale që balkanike. Edhe ne e mendojnim atë si Skënderbeun. Tash kur shkuam, e gjetëm në një gjendje vërtet shumë të keqe ku kishte lënë sistemi, sepse i biri i kishte vdekur si armik i shtetit në Burrel, edhe familja tij kishin qenë gati gjithë kohën e komunizmit në për internime, në të rujt dhënë kooperativave, një njeri që ishte shkolluar në Itali para luftës, që kishte ardhur për të kontribuar në vendin e vet. Do thot ne gjetëm në gjendje shumë të keqe, por e kishte ruajt atë krenarin, e kishte mençurinë, e kishte mendjen e kthjellët, edhe pse kishte pas një sulm cerebral, dhe e shijuam shumë mirë, do thot një 2 javë kënaqem me te. Edhe atëherë nuk i kemi shkëput ma lidhjet, i kemi lidhjet, i mbajmë shumë me kushërit tanë, me dajt me ata. Shumë mirë, kjo është kujtim shumë i bukur, që ja keni dhënë vetës, po ja keni dhënë edhe nanës dhe tezës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Përshëndetje, unë jam Angel Ballozhe, jam shef kuzhinë në restorant Tifani. Sot në moje gjuhë me gjerin, kena vendos me bo një poqë dhe po ashtu një qort me mish pule. Për këtë recet në nevojitet krap pule, të cilin e kemi zgjerë paraprakisht, kos shtëpie, miell, kopër, hudër, 2 vezë, karrot, cellere dhe gjithë dafine. Tash vazhdojna me recetën. Thejmë 2 vezë. Tu ikim 4 lukës. Katër lugë miell.
Kemi 4 thelba hudër. I tundi mirë mes me namet me gruda. Tash pas që e kem gati, shkoj me qesëm të lëngi mishit, që e kemi lënë mu ftof pak në temperaturë vetë, dhe duke e qitë të përzi. Shkoj non stop duke e përzir për momentin për mu trash. Pasi na u trash, poqa, e vendosim në tavë, bitë të qesëm mishin e pulës. Tash vazhdoj me shkirirjen e buterit bashkë me biber të kuq. Dhe jemi gati me shti në furrën Frigo Deluxe. Dhe sa të na bëhet poqa në Frigo Deluxe, na vazhdojna me çorbën me pulë, që e hollojmë pak me lëng mishi. Shtoj mishin e pulës. Gjithë dafine. Karrotë dhe cellere. Kopër. Tash jena gati për servim. Spari shkojna me çorbë. Nxjerrëm dhe paqen prej furrës Frigo Deluxe. Dhe këto janë pjatat e mia për sonte në moje gjus me xherin nga Angel Ballazhi, shef kuzhine në restorant Tiffany. Të kthehemi tani tek Prishtina. 5 veta nga një familje në konvikt në studime, me një pension të babait, me disa fonde që ti je mundu me i siguru përmes punës në botën e re dhe në zëri. Si ka qenë koha e studimeve në Prishtinë? Po, koha e studimeve gjithmonë studentët kalojnë mirë, i gjejnë rrugët për të kaluar mirë. Në njërën anë ishte jetë aktive, jetë, do thot, unë që në Gjakov, në shkollë të mesme, pa ta fillu luja në teatrin amator e Minduraku në Gjakov. Edhe kur erdha në Prishtinë, bashkë me disa miq të mi, një mik të përbashkët që nuk jeton më Haqif Mulliqin, kam pas shokun më të mirë gjatë studimeve. Filluam këtu të na jepnin ca role statike në teatr, po kishim qejf të jemi në atë ambient, në atë atmosferë. Edhe më vonë themeluam teatrin e studentëve drejtësia në kuadër të fakultetit juridik, edhe aty inskenonim kryesisht komeditë e Haqif Mulliqit. Po me ato zinim vendin e parë në gjithë Jugosllavinë atë botë, në Novo Mesto, në Mostar, në festivalet ndryshme. Do thot, ishte jetë e përmbushur, jetë interesante. Por, ana ekonomike ishte diçka tjetër. Ku është më e keqja, në vitin 1981 e dim që ishin u ngritën studentët, nuk e duranin më robrin. Edhe ne aty si student vitit parë, natyrisht me plot vrull entuziazm,
U kyqëm edhe ne me Haqifin, me Naim Balidemajn, me disa shok, kudo që e lypte nevoja ishim. Në vitin 1982 u arrestu vllau im i madh, Ismeti, edhe u dënu me shumë vite burg politik. Atëherë u vështirësu edhe më shumë në gjendja ekonomike, duheshin bënim vizitat në vund të burgin në Zenicë, në shkritorin në Zenicës. Ishin vizitat, ishin pakot ato, çdo gjë ishte që rëndonte. Edhe unë shkruaja kështu si lexues, shkruaja ka njëherë dhe atëherë fillova. Unë kam studiu paralelisht një kohë me juridikun edhe letërsi dhe gjuhë shqipe, isha pasion. Edhe konkurova në botën e re për tu punësu si gazetar, më ftuan në bisedë. Kur shkova në bisedë, do ta tregoj si ka qenë organizuar me bota e re. Aty ka qenë një qerë dhe patriotësh, kanë qenë djemët më të mirë të Kosovës, të grumbulluar aty, të intelektual. Ata kishin marrë në punë Zeqir Gërvallën, një patriot i shkëlqyshëm i Kosovës. Ai ishte njëri që ishte dënuar në grupin me Adem Demaqin fillimisht. Kishte vujtur disa vite burg, edhe ai e kishte të ndaluar të publikoj, qoftë artikuj, qoftë letërsi, se ishte poet, ishte shkrimtar. Studentët të rinj që punonin në botën e re e kishin punësuar Pacin Zeq me kontratë për të bërë vetëm punë teknike, do të thotë parapagimin, për të ngjitur etiketat me adresë për t'u avçu parapaguesve për gjëra teknike. A në fakt, Paci Zeq ishte drejtori aty. Sepse kur shkova për bisedën, ata kishin pas atë sistem kështu perfekt, më thanë, kryeredaktori është i zonën, të lutem, ulu këtu te Paci Zeq, pije një kafe, të thrasim mandej. Unë ula te Paci Zeq, edhe Paci Zeq, ajt shiste. Ajt ka intervistu bukur. Në sitën shosh. Edhe bom bised me Pacin Zeq, unë joftum, më pyeste, i tregoja shumë sinqert çdo pyetje. Edhe dikur po i them, thash unë kam një hall këtu, thash po do t'ja tregoj kryeredaktorit, thash shife unë nuk du që unë gjerë të lashe juve. Thash unë do t'i tregoj që vllau im është i dënuar me shumë vite burg politik. Është në burg aktualisht. Thash e nuk du unë që shkaku im të keni të lashe ju, edhe nuk do t'a fshe, do t'ju tregoj, tash ju vendosni. Kjo është edhe një arsye shtesë për më të marrën punën e këtu. Edhe tashti, kur erdhi kryeredaktori më ftu, ky i tregoj, dhe me Nazmi unë jemi knaq muhabet edhe, do thot ja dha sinjalin. I tha, vlla unë e paska në burg me filanin, ja numroj 2-3 patriot njohur që ishin bashkë me vllaun në burg. Do me thonë, i tha, merren punë njëri. Edhe kur shkova te kryeredaktori, edhe ajo biseda kaloi shumë mirë, edhe me shkrimet nuk isha keq. Edhe u punësova, them ajo na ka ndihmuar që të studiojmë, sepse aty ishte një pagë për në atë kohë e mirë, mund të fitoje. Sa herë që shkoja në Zenicë me vizitu vllaun, patjetër që më jepnin ose një disa paqeta cigare, ose një shej që t'ja qoj vllaut. Edhe një herë kishin marrë vendim redaksia, thonë, do t'ja paguajmë rrugën, t'a qojmë zyrtarisht në Sarajevo. Edhe gjoja për të bërë reportazh me studentët shqiptarë në Sarajevo. Shkoj unë me Liri Loshin, ishte redaktor, të dyve na e dhanë atë udhëtimin, na e paguën rrugën, hotelin, gjitha atje, edhe një shtek cigare, tha, shko, tha, vizitoj e vllaun, qoja këtë edhe thuj, një shqiptar ta ka qu. Pa emër. Do me thonë, ai solidaritet, sepse në fillim, kur u arrestu në 82-ën, them drejtën, pak i ndiheshim të izolum si familje. S'fton të ma kush ndasëm, as në të pamë, as nuk... Nuk vishin me pi kafe. Nuk vishin me pi kafe përveç familjarët e ngusht.
edhe ndijeshe shumë keq, ndijeshe i lanur. I vetmu. Po. Kalun një vit, dy, u masovizu arrestimi i njerëzve. Edhe u relaksu pak situata. Ajo u kthy komplet ndryshe faqja, do thot rrugës ty hec, më ndalte njeri, thoshte, kur ke me shku te vllau, te Ismet, thosha javën e ardhshme. Prit, merre këto 2 paqeta cigare, ja çon të falja i bën. Dukeshte se ta sollën vllaun në shtëpi, do thot ishte ma lehtë kur e kishe gjithatë solidaritet njërë. Redaksia ishin 100% pas nesh, do me thonë. Ja qonin gazetën, botën e re, i bon parapagus që shqiptarët në burg atje, edhe u qonin me post botën e re. Sa mirë, sa detaj i bukur ky. Po. Ky kujtim shumë i bukur. Kjo ishte ajo bota jote studentore, por edhe e punës. Kur të mbush mendja që duhet me shku për Zvicër? Tema ajo gjendje ekonomike, ajo mendja ishte gatshme si me bo qare me shku që këta që ishin matrit të ecin. Njifja një qift nga Struga këtu, edhe ata rastisht një takim më thojnë se kishin familjar të ri që dilnin në Zvicër për çdo verë, tek prindrit e ata, shkoshin me punu atje, me ato kartat e studentëve që shkoj për 3 muaj gjatë verës. Mirë po atë vit, u kështin bë të lashe në Macedoni, u kështin thonë se keni mbaru shërbimin ushtarak edhe nuk merr një pasaport ma. Kishin mbet, ata pasaportat i kishin të vlefshme, por ajo karta studentëve nuk u vazhdohej për shkak se pasi ta mbaroj shërbimin ushtarak, hajde. Edhe thot, na kanë met 5 student pa shku në Zvicër, edhe pse e kanë punën garantume. Tha, për shkak të atyre karta. Ata, për ato kartat studentëve, ishin detyru për çdo vit me dhanë se cili nga 1000 marka rishvet në Macedoni, për t'i marrë ato. Unë i thash, hajdeni këtu, ja u bëj kartat pa asnjë cent, sepse ato nuk kushtojnë asgjë. Edhe i marrun zanat e tyne, shkoj të kooperativa studentëve, ishte Kadrush Islami, ishte drejtori. Edhe kështu ashtu ishim marrë vesh me te për një intervistë, i thashë ndëgjo, po e bëjmë intervistën, 2 faqe i kenë gazetë, por këto gjona, këtë punë zgjidh nga 5 trive i kanë punën e garantume. U aboni, ato shkuna, ata vazhdun punën atje, tash kjo, familjarja e tyre, cila mori atë shërbim, e dinte që është vllau në burg, e dinte që kishim vështirësi ekonomike dhe më thot, bon edhe ti një kartë të provoj, nuk po të premtoj asgjë, po t'ja qoj nanës atje, babës edhe le të provojnë. E bana ja dhash, atë vitin e parë nuk funksionoj. Mas një viti më vjen një letër nga Zvicra, as nuk e mora vesh në gjermanisht, edhe gjej njenin të më përkthen. Thot, garancion pune për 3 muaj. Jo, sa mirë. Ishte mrekulli, ishte me një spital, punonim në kuzhinë, në punë, si gjithë studentët që shkojnë në gjobë kështu. Edhe shkova për herë të parë, në vitin 84, 3 muaj punova, fitova aq sa ishin mjaftueshme për një vit këtu. Edhe atëherë shkova një 3 vera kështu. Me radhë. Po, derisa u vështirësu edhe puna si gazetar, sepse çdo artikuj i vihej në lup se ky e ka vllaun. Bile kishte tendencë edhe konkrete, kur jam punësu, ka pas reagim nga kryetari i lidhjes komuniste në qendër studentëve atë botë, me di me emër. Me njëherë kishte thirr Ilir Tolajn, që ishte kryetari i rinisë universitetit, dhe kishte thonë, qyshe keni punësu njeriun, thot i cili ka vllaun të numë me 10 vjet burg. Mirë po ata i kishin një tjetrin në grusht, dinin, edhe i kishte thonë dëgjo, vetëm një fije flokut me i mungu këti, do të kesh problemet më dhati, thot ti e din që ne ti dim gjitha zezat që ke po. Do me thonë, ishte balancu edhe më tregun mu që ky ka dasht me tek me njëherë, po mos ki frikë se ky është neutralizun, edhe ashtu vazhdova unë 4 vjet, 88-ën vendosa me undal atje, gjeta një punë, shofer kamioni,
pas si juristi diplomum, me 4 vjetë përvoj pune si gazetar, u punësova shofer kamioni dhe isha shumë i lumtur. Bile më pyti një hera i pronari i firmës. Kishte një që se aty nuk u Sa dhet. vjeç ishe aty? Për herë parë, kur shkova 23 vjeç. Atër i bona 27, edhe ne nuk guxonim të tregojmë profesionin që kemi, se së të merrnin, je i mbi kvalifikuar. Unë kam edhe shok mjek që e kanë fsheh diplomën edhe kanë punu në shtëpi të pleqve si ndihmës. Po ti kishte thonë jam mjek, i kishte thonë baju, s'ta duhesh ti. Do thotë ka qenë një farë sfidë edhe ajo. Edhe ai pronari i firmës kishte marrë vesh që unë jam jurist, kam punu gazetar edhe më tha hajde ta pim nga një kafe në pauzë. A është e vërtet kjo thotë që ki marru fakultetin juridik ato tash po. Tha edhe tash, ati sa më bje keq, thot ti shoferi kamion, tash jo ti, vetëm lem të punoj të lutem. Tha si po ndihesh, tash po ndihem shkëlqyshëm, ves lem të punoj. Tha po si e spjegon ti këtë, qysh mund të ndihesh shkëlqyshëm ti në këtë punë. Edhe ja spjegova pak historinë e familjes, vllaut, kështu. Edhe kishte mirë kuptim. Do më thonë e kuptoj drejt motivin tim edhe arsyein pse unë isha shumë i kënaqur në atë vend pune. Mirë po, sot ti ke zyrën tënde të avokatisë. Jam i punësum në një zyrë të madhe, po. Je njeri prej avokatëve më të njohur në Zvicër. Emri yt përmendet, edhe të themi kështu si e kemi edhe emisionin, është në majët gjuhës, kur përmendet për ndihmesën që ti u jep shqiptarve në rastet e tyre në për gjykata e kështu. Por, para se me shku aty, dua të kthehem të një gjë tjetër. Ti formove familjen në Zvicër. Po, këto vite që po flas, isha beqar, një 7 vite atje. Edhe, unë natyrisht që vija rregullisht, edhe unë johëm me Indirën, vendosëm të martohemi, këtu mas martesës në jetëm një javë edhe shkum në Zvicër. Atje kemi kriju një familje të shëndosh, një familje të mirë. Kemi 3 fëmijë, Agonin, Gonetën dhe Albanin. Paqit me jetë. Faleminderit me gjithë jujtë. Janë të rritur, janë të pavarur, janë secili në punën e vet, punojnë suksesshëm. Të them, unë mas asaj punës si shoferi kamionit, dikur duhesha të mendoj që të bëj diçka më shumë atin. Edhe e shoh një shpallje të Universitetit Lucernit që kërkonte, do të thotë ishin hapur studime postdiplomike. Paraqitem aty, bëj një ndryshim të landëve dhe pranohem, por si ta lidh punën shofer kamioni me studimet, ishte e pamundur. Po nga një herë fati qilen dyrë, edhe e gjej një vend pune në një klinikë psikiatrike, si ndihmës teknikut, ndihmësi teknikut, do të thënë si punëtori pa kvalifikuar, por 100% natën. Edhe ajo më konvenonte mu shumë, sepse unë ju tregova, thash unë jam regjistru në studimet postdiplomike, duhet të bëj. Ata më thanë ti merri ato librat me vete, shfrytëzoje kompjuterin, hiç s'ka problem. 3 vjetë gjatë studim, sa kanë gjatë studimet, unë kam punu në atë klinikë, edhe unë po thuj të natën kisha mundësi të punoja në punët e mija, të s'kishte në i punë. E kështu i mbarova studimet postdiplomike, edhe atëherë u punësova në një shërbim juridik, një sindikatës më të madhe në Zvicër, ku kam punu për 20 vite. Aty kam pas edhe disa funksione, për shembull kam qenë kryetari i komisionit personelit për 17 vite. Faktikisht unë me 2 kolegë të mi kemi përfaqësuar dhe kemi mbrojt 1000 punëtor të asaj sindikate. Ka qenë një funksion me rëndësi. Mirë. Kam pas edhe detyra tjera, kam qenë në 2 mandate i zgjedhur këshilltari i qeverisë kantonale të Berrinit. Kam qenë në një grup ekspertësh për hartimin e ligjit për migracion. Më thonë, kam bo disa po. Po jo vetëm ato. Ju njiheni shumë edhe me organizata tjera, praktikisht edhe me punën që e bëni
për pos në lidhjen shqiptare të botës, edhe me punën që e bëni vullnetarisht në organizma të ndryshëm, sikur këto që janë të biznesit, të organizatave juridike, e të gjitha këto, të themi kështu si me qendër në Zvicër aty ku jetoni. Cila të len mbres më së shumti, cila ta merr kohën më së shumti, cilën e do më së shumti? Pa dyshim që lidhjen shqiptare në botë. Unë që ditën e parë që kam shku në Zvicër, unë kam kërku kontaktin me shqiptarët atje. Atëherë ishte një stres tjetër, ishin njerëz me një prapavi më të dobët kështu të arsimit. Atje bënin punë shumë të rënda, punë fizike. Kam kërku me njëherë kontaktin me shqiptarët, jemi lidh atje edhe kam fillu të bëj aktivitete në shërbim çështjes kombëtare. Kemi themelu, kemi hap një klub shqiptar aty edhe kemi bë punë shkëlqyeshme atëherë në atë klub, klubi Kosova në Langenthal. Ai nuk ekziston më, por në kohën kur ka qenë, ka bë punë shumë të mira. Nuk ka personalitet që kemi njoftë në vitet e 90-ta të mos ketë qenë në atë klub. Që nga Ibrahim Rugova, Sali Berisha, Azem Hajdari, Mehmet Kraja, Baci Adem Demaci, Azem Shkreli, Ali Podrimja, nuk ka qoftë të kulturës, qoftë politikës, që s'kan frekuentu aty, sepse aty bënim aktivitete shumë të mira. Do më thënë, kudo që kam qenë, jam mundu t'jap atë kontributin tim. Ma vonë erdhi koha e luftës, jemi mundu t'i mbështesim në çdo mënyrë që kemi mujtë njerëzit e luftës. Edhe në vitin 97 u themelua lidhja shqiptare në botë. Atë e themeluan vëllezërit Binjak, Simon dhe Mikel Kuzhnini. Ata ishin iniciatorë, themeluesit, por e kishin mbështetjen shumë të madhe të akademikëve tanë, profesor Esat Stavileci, që më ka dhënë mësim, akademikut Pajazit Nushi, Mark Krasniqi, Idris Ajeti, kishin Pjetër Arbnorin, andej, do më thënë Arben Gjaferin, intelektualet më të mirë të kohës ishin pjesë mbështetës, them këta ishin edhe koka e, do më thënë, hartonin çdo dokument, botonin libra në emër të lidhjes shqiptare në botë, Esat Stavileci, Pajazit Nushi, Mark Krasniqi, të gjithë shkruanin artikuj, libra, gjona. Aty ishte nder, ishte kënaqësi ti jesh pjesë e asaj, edhe unë u kyqa shumë shpejt aty për krah vëllezërin Kuzhnini. Një kohë kam qenë sekretari i përgjithshëm dhe e kam bërë gjithë rrugtimin me ta. Para në 2018, do thotë para 7-8 viteve, të dy vëllezërit e kishin diskutu shumë se këtë projekt e kishin si fëmijë, e kishin shumë për zemër, kishin investu shpirtin e tyne, çdo gjë. Edhe kishin diskutu, edhe i ndjeri tash si Mikel Kuzhnini, më thot, Nazmi, thot, kemi diskutu me vllaun gjën e gjatë. Thot, unë nuk flej i qetë nëse nuk e merr ti me udhëheq. Thot se kjo mund ta marrë dikush që do ta devijoj rrugën. Tha, jemi të bindur që ti e vazhdon ashtu si kemi mendu ne kur e kemi themelu. Ishte ngarkesë, ishte barë shumë e madhe. Përgjithësi. Me të vërtet, po, edhe unë atë kohë isha ende t'ju mundu me studime, me sene, me bë diçka, por s'unë e refuzova, e mora edhe vazhdoj me shumë krenari, edhe nëse nuk bëjmë punë shumë të mëdha, i bëjmë me nder, me sinceritet. E kemi rujt, Simon Kuzhnini e përmend të gjithmonë një fjalë, thoshte, lidhjen shqiptare në botë do t'u adorzoj të pastër si loti fëmis. Edhe unë jam i sigur që deri sot e kemi rujt ashtu të pastër si loti fëmis. Do thot nuk ka asnjë aferë, asnjë kompromitim të atij programi. Mundohemi me avancu çdo ditë.
Tash shumë prej aktivistëve të fillimit nuk janë më në jetë fatkeqësisht. Edhe kemi zonë... Por veprimtaria vazhdon. Po, kemi fillu me i përtri radhët në shtetet ndryshme. Unë jam shumë i kënaqur që në disa shtete kemi zgjedhur kuadra të shkëlqyeshme. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot po ju vij me një recept shumë të re, të cilën ma ka mësu gruaja Daja, se cila ka qenë italiane. Dhe kur isha në Itali si e re atëherë, ajo ma mësoi një recept për një bukë shumë të vjetër të Ostunit, atje në Brindisi. Dhe unë sot atë recept do të ndaj me ju, për arsye se edhe ajo është tradicionale, edhe ajo është të vjetër, dhe pse mos ta provojmë edhe na një recept kaq të mirë dhe të shishme. Për te ju nevojiten 300 gram miell gryt, ju nevojiten 350 ml ujë, ju nevojiten pak troshat bukës, dhe 70 gram, dikun 70 gram parmezan. Faktikisht parmezani e zavënson krejt ato që mendojmë na me qit lyne, pavllake, gjalpe, pavllake, kose ato, qumshta ato, në thonë krejt I keni me një 70 gram parmezan. Këtu I keni grizin, unë grizë di pejse maj vetën mend që 70 vjetë grizë thonë ju nëse dini në jamen ma të mirë më shkruni lirisht në Facebook, prandaj grizi o griz, unë për tjetër eme nuk di, se edhe ashtu në për Facebooka, për mi gjithë se një jo I thonë kështu, jo I thonë ashtu, unë vllap ju thamë që ashtu që shi di vetë, ju lirisht mune në me më shkru dhe me thonë kjo quhet kështu ose ashtu. Ju nevojitet qep, diku rreth 4 qep të mdhaja, I grini mirë, rreth kështu të hovë, dhe pastaj thjesht I kaloni në përdur që t'i shpërndani që këto të jenë kështu. Pastaj, këtyne ja shtoni ujin dhe I leni derisa të përgatisni brumin e shtoni pak për një kohë të shkurtër në ujë. Do të thotë, I grini qepët tim, pastaj I ndani kështu I boni fije, I veni në ujë kështu dhe I leni dikun për 5 minuta, për afërsisht derisa të përgatisni brumin. Edhe mos me pas letrën borë, disha kishëm borë. Letër e kuzhinës edhe të gjitha produktet e borës janë jashtëzakonisht kvalitet dhe të mira. Atëherë, e merrni e venim 300 gram miell, I shtoni 350 ml ujë. E përzini mirë dhe e fitoni një brum. As nuk ka pjekje për pluhur, as nuk ka dhe më thonë ve, as kur gjë thjesht, është vetëm ujë edhe miell. Pastaj I kulloni qepët, dhe jo as mi shtry dhe as kur gjë, po thjesht kështu, deri sa ku vëllohen këto, I veni në brum. Tash kësaj masës, ja shtoni parmezanin. I shtoni një grusht ose 2 troshat bukës. Edhe pak gryz. E përzini mirë. Dhe kësaj ja shtojmë pak ruzmarin. Shtoni pak piper të zi. Krep. Edhe përzini mirë. Pjekjen e boni në këtë mënyrë. E merrni patjetër letrën fino, unë e mizis prens kur vjen koha me përgatit me to se është një letër e lëmote, mirë, jashtëzakonisht as që nuk ngjitet fare. Dhe më thonë, letrën fino për pjekje, e veni në fund të tepsisë.
Pastaj, poshtë i shtroni vaj ullirit. E lyni mirë letrën. Në rastet tjera nuk keni nevojë letrën fillon me 2 fare me ndyrë, por kjo recept është e tillë që ngjitet, prandaj nuk ka asgjë që mund të ndodhë që mos mund gjitë kjo, për arsye se përberja është e tillë, edhe e lyni me vaj. Pastaj poshtë ja shtoni pak gryz dhe trosha të bukës. Dhe ktheni brumin në tepsi. Dhe tash të e shpërndani në tepsi kështu mirë. Dhe tash e shpërndani mirë me dorë. Tash vjen ai momenti kur duhet t'ja veni vajin ullinit mbi. Nuk jom për me qitë shumë, kjo kërkon pak ma shumë, por gjithmonë keni kujdes. Sa të mundeni ma pak këndyre, edhe pse është vaj ullirit, nëse të prani nuk është i shëndetshëm. Çdo gjë e tepruar, do të thonë nuk është e shëndetshme. Prandaj i shtoni sa ju mërmenja që mjafton për me pasu ndyrë kjo bukë. Edhe tashti, masi keni qitë me ndyrë kështu, i boni kështu me gishta, që me hisi dyqysh një farë pjesë si ajrit me qenë, që me depërtu gjithë ka vaje, mos me met vetëm në sipërfaqe. Dhe kjo bëhet shumë e mirë kështu. Tash kësaj, bi i qit një pak gryz, për mu bo ashtu ma krokante. Edhe pak troshat bukës. Dhe në 250 gradë Celsius se futni në furrë të piqet për 30 minuta. Dhe buka me qep, tani ka përfëndus pjekuni, e fikni furrën dhe nxjerrën. Dhe leni pak në ftofë dhe e preni kështu në 4 orë. Dhe ja shikus të nderuar një bukë me qep italiane, recept shumë e vjetër. Dhe kjo po e vreni që jo pjek në 2 anë, du të me qenë kështu croissant. Unë e kisha kërku me gjithë qef se aromën e ka shumë të mirë, po është pak e ngrohtë. Por, uroj që ta provoni edhe ju dhe do të bindeni se është jashtëzakonisht të shijshme, e lezetshme dhe e mirë. Shikus të nderuar, deri në emisionin e ardhshëm, unë me këtë recept të re dhe shumë të vjetër italiane, ju përshëndes deri në emisionin e radhës. Miru pafshim. Unë do të doja një pyetje të fundit nga unë, të më tregoni, dhe para se ta dërgoj SMS-in pa zarar, që është me zarar me gjithate, kështu figurativisht të flas, të më tregoni pak edhe për organizmat tjerë ku jeni të kyçur dhe për aktivitetin, sa kohë ju del, sa kohë ju merr, a ju lajnë pa gjumë organizimet, këto aktivitetet, sa ndikon kjo edhe në familjen e juj, sa e lën edhe bashkëshorten e juj pa gjumë. Për kohën, pyete Indiren, tregon, po e gjejmë kohën. Unë
vitet e fundit, ishte viti 2013, kur me disa shok morëm iniciativë për t'i bashku biznesmenet. E pam për ditë hapeshin ndërmarrje firma shqiptare në Zvicër. Edhe tham, pse mos t'i afrojmë ata njerëz? Gjithë janë individ suksesshëm. Hajde të shohim ta bëjmë si ekip. Edhe themeluam rrjetin e bizneseve të diasporës shqiptare në Zvicër. Aty me insistimin tim e zgjodhëm një shok shumë të mirë timin, Fehmi Fetahi, është pronari i Valirenç këtu, i njohur, kurse atje ka një ndërmarrje që 37 vite të suksesshme. Edhe E kam taku, zoti. Me insistim e binda, sepse ai nuk do të kyçej, po jo. Thash në gjë, njeriu që arrin një sukses në biznes, ai ka obligim ndaj komunitetit. Nuk mundesh ti me thonë unë i kam rregullu punët e mia dhe po vazhdoj. Ti ke obligim tash. Edhe u bind, e mori drejtimin e atij rrjeti. Shumë shpejt u kyçën biznese, shumë shpejt fillun bashkëpunimin mes tyre, u shkëmbyn punë milionëshe, tu i dhënë punë njëri tjetrit, tu importu, eksportu, tu i ble dyshit. Edhe mas një viti na kontaktoi zoti Ibrahim Makolli, ish ministër i diasporës, edhe tha ne kemi dëshirë që këtë projekt ta implementojmë gjitha shtetet ku kemi diasporë shqiptare. A do të na ndihmoni? I tham patjetër. Atëherë kemi shku në Köln të Gjermanisë me gjithë femiun e me disa shokë tjerë. Dhe atje e kam prezantu statutin, programin, edhe ja u kemi dorëzu aty, ne kemi thonë patjetër që ne ju mbështesim. Edhe ata zgjodhen atë ditë Lazim Destani, një mik shumë të mirë timin. Një zotni i vërtet. Është afaristi më i suksesshëm shqiptar në botë. Edhe humanisti, jashtëzakonshëm, filantrop. Kështu filloi zgjerimi i rrjetit bizneseve shqiptare në përbot. Lazimi është kryetar nderi në nivel global. Fehmi Fetahu është president i bordit të rrjetit bizneseve diasporë shqiptare në Zvicër dhe natyrisht në kryesi të nivelit global. Mirë, po më duket zotni Fehmiu shumë kohë po kalon tani në Kosovë. Kur ta pyesësh atë ku po rrin, ai thot në aeroplan. Sa ai po thuaj se çdo javë vjen ai është mes dy botëve. Në Zvicër ndihet shumë mirë, po e ka atë projekt aq për zemër, Valirenç e ka bë parajs. Unë dua botnisht t'i falenderojmë zoti Fehmiut për vendet e punës që ka kriju në Kosovë. Ne kemi vizituar Valirençin edhe dim që mbi 400 frym ushqehen, të themi kështu, nga Valirenç, për shkak se ka krijuar vende të punës për atë rajon andej dhe për këtë i falenderojmë shumë. Duhet t'i heqësh kapelen. Absolutisht. Vërtet. Absolutisht. Do të thotë edhe rrjeti i bizneseve të diasporës e ka marrë një fuqi tanden, një kohë tanden. Modeste. Pra po kthehem, sa e ke lani ndirën vetë dhe fëmijët vetë që të shkosh në aktivitete? Shumë. Unë për këto 20 vite, 21 po bëhen në Zvicër, unë i kam lanë shumë vetëm. Me të vërtet, po të them... A kanë ditë me u anku? Jo shumë, ankohen gjitha gratë pak, po jo shumë. Me mas janë anku, sa që nuk më ka shti me ndryshu kursin. Po të them, unë sot me krenari e them i njoh shqiptarët që janë aktiv në gjithë botën. Unë e kam atë perspektiven e zogut. Si kryetari i lidhjes shqiptare në botë, e shoh gjithë botën shqiptare, lëvizjet që bëhen atje. Natyrisht jam shumë i lumtur që sot kanë dalë gjenerata të reja, po shkollohen, po i mrin majat në botë, edhe ata po e bëjnë punën shumë më mirë se që kanë bërë gjeneratat tona. Por, brezin tim edhe një 10 vjet më të ri, të gjithë shqiptarët në botë që janë aktiv, unë i njoh. Në gjitha shtetet e Evropës, të Amerikës, kudo që janë. Edhe kjo më bën kënaqësi për
bazë gjithë këtë njohje, gjithë këtë rjetëzim, dhe dashtë kohë, me të vërtet, shumë e madhe. Dhe punë Po, shumë. më ka bë kënaqësi të madhe, ajo më ka përmbush, ajo më ka dhënë edhe kuptimin pse jam në mërgim, pse qëndroj atje, më ka përmbush tonë kohën e kam pa që me gjithat e përbëj diqka që i hyt dikuj në punë. Okej, e përfunduam kështu atë pjesën e parë të bisedës, praktikisht të themi kështu gjysmë personale, dhe unë dua t'i kthehem pa tjetër pyetjeve, se ashtu e kemi edhe sistemin e emisionit, pyetjeve të Ben Apollonit edhe SMS-it pa zarar. Vetëm edhe 2 fjalë. Pa E tjetër. di që na kanë mbetë edhe shumë pa thonë, se të thashe kam një mik shumë të mirë, edhe kur mundohet më prezentoj para dikujt që njeftohe mirisht, i thot, ky ka bërë këtë, ka qenë atje, ka po. Dokumentarin e ka shkri për shkak se të gjitha faktet i keni aty, për të gjitha aktivitetet, por ne jemi koncentruar vetëm në këtë që e keni më së shumti për zemër dhe në këtë të bizneseve. Faleminderit shumë. Para se të shkojmë te 5 në kajmak, do t'ua qoj SMS-in pa zarar, edhe ta shojmë që ka shkretu. Beni, hajde Beni. Unë tani po ua dërgoj SMS-in, ju ja dërgoni 5 miqve, mundeni edhe bashkëshortes mja dërgu, mund t'ja dërgoni fëmijëve, si të doni, do të thot ja, sotin Nazmio, edhe ta shofim apo merë përgjigje, por mos e shikoni, vetëm bëni copy and paste. Okej. Për shkak se është SMS sekret, për ndryshe nuk do ta dërgonit. Me njerë po e dërgoj. Edhe na tregoni pastaj kuj po ja dërgoni SMS-in. E dërgova, 4 e kemi një qat të familjes, Po. Lira dhe 3 fëmijët, tash edhe një po zgjedh. Edhe avniju të flaut, po ja dërgoj. Okej. Dhe SMS-i që Nazmiu, zoti Nazmia Kurti, ja ka dërguar fëmijëve të vet, bashkëshortes së vet, apo të themi kështu bashkëudhëtares së vet, dhe vllaut tingëllon kështu. Shti që s'do syza se unë jam aktore, edhe kam nevoj për syza, kështu që. Përshëndetje, a mund të ma japësh një këshill miqësore? Jam në Kosovë, dua të pushoj punën time në Zvicër dhe të hap zyren time të avokatis në Prishtinë. Mendoj se këtu gjatë vitit në vijim do të ketë shumë punë. Më trego drejt të ri në Prishtinë, apo mos t'i hyj fare kësaj pune. Derisa ti presim përgjigjet miq të nderuar, ne fillojmë me pyetjet 5 në kajmak. Nazmi e merr një kavanoz, e përzgjedh një pyetje, ma jep kavanozin, e heki qafe kënej kavanozin, ti përgjigjesh në pyetje. E lexon dhe përgjigjesh. Ka marrë syzat edhe unë, edhe pse kam pa që ti huazon mysafir. Thash edhe nëse i harroj se kam problem, po i mora. Unë fare nuk mundem pato. Edhe unë kam nevojë për to kur lexoj. Faleminderit. Ta shohim tani. Pyetja e parë? Kur dikush të pyet çka punon, a ja kthen me a ke kohë 1 orë gjysmë se të kallëzoj? Nuk na ka ndalë Beni 1 orë gjysmë. Nuk na ka ndalë, duhet më shumë. Shite. Thash, po e citoj prapat shokun që thot s'ka lënë gjë pa bo. E tash për me i tregu gjitha ato nuk mjafton 1 orë gjysmë. Ti sistemoj qa ta them më përpar, cilën ta tregoj, cila më mbeti pa e thonë. Është një aktivitet, po them është 41 vjet atje, po edhe këtu kam qenë, në Prishtinë kam qenë aktiv shumë. Qoftë me gazetarin, qoftë me aktivitete teatrit, kam qenë parashutist. E pam në dokumentar. Aeroklubi në Gjakov ka qenë, edhe si gjimnazist kemi shku
ku i kam bërë 18 vjetë kam fillu këcimet, edhe ajo një përvoje jashtëzakonshme. Si e thot ai miku i Nazmiut, o s'kalon gjopa bo. Hajde, shkojmë me pyetjen e dytë të Benit. Nuk kanë dalë 90 minuta, Beno, të them sinqerisht, nuk na kanë dalë. Pas ka shkru me të mëdhaja të provoj, po jo, ma mirë me syza. Beni, Në të sigurtën. jo, ma sigurt me syza. Në CV keni aq shumë aktivitete sa duket që i keni pas 3 jetë paralele, me cilën prej tyre jeni aktualisht në pushim. Me cilën? Edhe kjo është shumë e vërtetë. Pyetje shumë e bukur, faleminderit Beni. Edhe unë e falenderoj Benin shumë për këtë pyetje se vërtet një është jeta familjare, një është jeta në profesion, aty ku duhet të punosh, të fitosh, edhe një tjetër është kjo e aktiviteteve çështjes kombëtare. Po të them, të trijat i kam bë me shumë pasion. Të trijat i kam bë aq sa kam mujt. Mirë, natyrisht para familjes nuk është asgjë, por këtë të tretën, me të tretën jam edhe këtu, sepse që nesër kam plot aktivitete në takime në Prishtinë, Gjakov, Kamos, me këtë të tretën jam. Me të tretën nuk jeni në pushim, me të tretën jeni në aktivitet. Unë gjitha pushimet, tash e din Indira, e din ata që më njohin, kudo që shkojmë në pushime, për shembull ishim në para disa viteve, shkuam në Kreta, në pushim, unë me familjen edhe vllau me të shoqen, edhe ulëm një restoran në terasë, në qytet, rrethime në një qytet. Vjen kamarieri në anglisht, na pyet çka doni me pi, i tregojmë edhe kur shkoj ai me i marr pijet, po i them vllau tash, ky do të jetë shqiptar. Tha, jo mër burr, nuk janë krejt bota shqiptar, po le. Prit pak. Kur erdhi ai, këndonte Dua Lipa. Edhe unë e pyes atë, thash, kush është kjo këngëtarja që këndon? Tha, Dua Lipa. Thash, greke, apo? Tha, jo, nuk është greke. Në anglisht. Thash, çka është kjo? Tha, po kjo jeton në Amerikë, tha, po është shqiptare si unë. Thash, eja këtu, zuna. Edhe unë joftum me te, shqiptar, prej nga vini? Thash, nga Gjakova, nga Zvicra. Pritni pak. E solli shefin e restoranit, shqiptar. Kur erdhaj, ja nisi, oj Kosovë, oj nana ime me këndu, me nërgjin njerëzit që është tranu. Edhe u bëm miqt mirë. Tashti Avniu i tregoj, ati tha, Nazmi është edhe kryetari lidhjes shqiptare në botë. O, tha, ti më duhesh. Nesër mrama vit marr me kerr, tha, edhe do të takohesh me do shqiptar këtu. Ju e dini që shqiptarët nuk e kishin lehtë të prezentoheshin si shqiptarë në Greqi, se jo ma të flistin me zot lartë në vende publike. S'kan guxuar me thanë që janë. Po. Edhe erdhe ai në mramjet nesërmen, më mori, shkum një restorant të një shqiptarit. Restorani ishte i mbyllur, ishte 10 natë. Kemi nejtë gati deri në mëngjes aty. Edhe ata ishin disa intelektual nga Shqipëria. Edhe thonë, ne jemi të interesuar të organizojmë komunitetin tonë këtu, se ka shumë shqiptarë këtu, po nuk janë aktiv. Atëherë u morëm vesh ashtu, u lidhem edhe me Simon Kuzhninin, i lidha me telefon, bëm një bisedë. Edhe u dërguam disa këshilla, disa propozime si mund të organizohet komuniteti. Edhe ata djem e kanë organizu komunitetin shqiptar në Rethymno të Kretës, aq bukur. Doli që një qytet me 40.000 banor i kishte 5.000 shqiptar. Edhe janë regjistru, të gjithë prisnin në radhë me hymë u regjistru aty si familje shqiptare. Kanë hapë shkollën shqipe. Kur e festojnë ditën e flamurit, i ke në salë 1500-2000 veta, fëmijë me veshje kombëtare. Ka lullzuaj komunitet, natyrisht nuk është kjo merite imja, po sepse në Greqi gjithkund është një regjimi i shqiptarëve. Po, ky ishte një takim. Po du me thonë, kudo që shkoj edhe për pushime, me një herë më del, qoftë në Itali, Greqi, Gjermani,
Angli, kudo që shkoj, takoj shqiptar aktivist me të cilët tash edhe rrjetet sociale po na bojnë që mendojmë që kemi ndajt bashkë. Një njoh për shembull në shqiptar aktiv në Greqi, në Turqi, në Suedi, që s'kam qenë asnjëherë, po i njoh edhe nesër më shku i kam miq ose kur i takoj këtu. Shumë bukur. Prandaj pushimi edhe aktiviteti janë Nuk ndahen, po, nuk ndahen. Fort tregim i bukur edhe shumë i ndjeshëm. Shkojmë tani me pyetjen e tretë. Përzgjidhni një kavanoz. Edhe ta shohim Beni. Benoa, deri tani, faleminderit shumë, pyetjet shumë të bukura dhe përgjigjet edhe më të bukura. Sa herë në ditë të thonë njerëzit të lumtë për kontributin? A e keni ndonjë llogari të veçantë në bankat e Zvicrës për t'i rikujtuar komplimentet? Memoaret. Them të drejtën, këtë të lumtë për kontributin e ndëgjoj shumë herë në ditë. Me çdo njeri që takoj, më japin fjalë miradije, më japin mbështetje morale, edhe kjo më mjafton. Me të vërtet marr fjalë miradije, marr komplimente, edhe personalisht, edhe me shkrim për çdo ditë. Po natyrisht, edhe ato të bëjnë kënaqësi. Për gjithë këtë punë që e keni bërë dhe për gjithë këtë punë që po vazhdoni ta bëni. Të jesh jurist, docent, lobist, gazetar, parashutist, aktor, a ka ndonjë profesion që e keni lënë për ta provuar në moshën e pensionit? Nuk ka asnjë profesion, veç them mu më ka mbet zemrat e gazetaria. Nuk ka profesion më të mirë në botë. Pyetja e fundit. Dhe pyetja e fundit ta shohim ç'a na ka. Po them Ben Apollonin e çmoj shumë si një intelektual të jashtëzakonshëm, edhe po mbind me këto pyetje aq. Shumë i mirë. Në Zvicër keni lobu për Kosovën, keni ndihmu shqiptarët, këshillu organizata, a keni lënë ndonjë zvicran ta ndihmoj veten, apo keni marrë dhe atë për sipër? Beni, është kënaqësi që komuniteti shqiptar në Zvicër është integru shkëlqyshëm, është zhvillu jashtëzakonisht shumë, që para 25 vite, 30 vite, s'ka mujt kush me marrë me mend që shqiptarët për një kohë kaq shkurtër do të mbrin aq shumë. Sot janë universitetet e Zvicrës janë përplot shqiptarë. Janë institucionet e Zvicrës përplot. Konkurrojnë në për parlamente. Kemi një vajzë, Ilfete Fanaj, që është ministre e drejtësisë dhe policisë në kantonin Lucern. Kemi kryetar komunash, kemi në për parlamente kantonale, komunale, për herë të pare kemi në parlamentin nacional një deputet shqiptar. Do thotë, kanë mbri shumë. Edhe tash është kënaqësi e madhe, unë shpesh e kujtoj, kam pas një shok shumë të mirë, një Sami Dalipi, një psikiatër, ka ndru jetë para 2 vitesh. Me vjen njëherë një grua zvicrane për të këshillu në zyrë, edhe atë ma kishte dërguaj. Ajo pas ka qenë në trajtim. Te ai me probleme ndryshme. Edhe ai i thot, shife, për këto problemet juridike, thot, shko te ky kolegu im. Edhe ai më thot, po vjen, ta dërgova diken, thot, mundohu me ndihmu. Erdhi ajo dhe e kryma çka kërkohej prej meje. E tash me thot ajo gruaja, thot, në gjathët unë para pak vitesh me më pas thonë dikush që do të shkoj edhe problemet psiqike do t'i trajtoj të një mjek shqiptar dhe problemet juridike të një jurist shqiptar, thot, në Zvicër, kur se kisha besu. Thot, po jam aq e lumtur që me të vërtet edhe të njeni edhe të tjetri gjeta mbështetjen që më duhej edhe trajtimin jashtëzakonisht mirë, thot, është mrekulli çka ndodh me komunitetin e juaj. E kjo mboni... Kjo është mrekulli që unë po ndëgjoj. Kjo mboni shumë krenar, po them, po sot nuk është, atëherë ishte pak më e rrallë kjo, sot është e përditshme kjo gjë. Ne kemi sot
doktor Omer Gjemajlin, është drejtor i klinikës universitare të kardiokirurgjisë në Cyri. Ajo është majave në shkencën e mjekësisë nuk e ku të shkosh më nalt. Mandej kemi plot shefa klinikash. Është Florim Cuculi, kardiolog, është Mentor Bilali, gastroenterolog. E kemi Albanezirin, profesor në Universitetin e Bernit, ginekolog, cili para një muaj dite bani 2 operacionet cilat nuk bëhen në Kosovë, nuk janë bën ndonjëherë. Operacione shumë të ralla. Unë kam edhe një detyrë për ju të fundit, është kjo fletorja jonë e emisionit, ku secili mysafir që vjen e len një kujtim të vetin, një ndjenjë të vetën, një mendim të vetin lidhur me emisionin, si është ndjerë, a i pëlqeu emisioni, si po e sheh komplet këtë kohë që e kemi kalu bashkë. Do të thotë, e shkruani, e lexoni, e nënshkruani, edhe pastaj e kam edhe një gjë për ju. Faleminderit. Përshëndetje miq të dashur, mirë se erdhët edhe këtë dhe djelë në muaj gjuhës me Xherin. Sot kemi vendos me i bo disa bombica të vogla me 3 produkte. Mundeni me shtu edhe produktin e 4 biskota të bluara, mirë po unë sot nuk deshtaj. I ka marrë këto biskotat që janë me portokall dhe do i coptojmë sasinë e kokosit si dhe hanën e rrohur. Një komplet biskota, 200 gram, i kemi 130 gram kokos, si dhe 100 gram pana. Unë po e pregatis gjithmonë një sasi më të vogël, mirë po, jo mundeni me shtu masën atë sa ju duhet. Panën e kemi të gatshme e vendosim këtu. Dhe e marrim mikserin e ri që na e ka sjell si vegeta, është seri durës, edhe lehtë edhe shpejt po përdoret. Dhe e bojmë panën gati. Marrim një lugë ku do i vendosim sasinë e biskotave. Do ja shtojmë gjysmën e kokosit. Mundeni me i shtu edhe biskotat të bluara, nëse preferoni, ose dhe mundeni me i lumë vetëm me këto 2 shije. Gjënash të pëjnini qëfar arume fantastike është ka i vjen. I marrim, i formsojmë në formë të topit dhe i vendosim në pjesën e kokosit që na ka mbetur. Po i vendosim njerë në këtë drasën këtu dhe për fund pastaj i vendosim në pjatë. Normal që para se ti konsumoni duhet pa tjetër ti vendosni në frigorifer për së paku 1 orë që të forcohen. Mirë po shijen e kanë fantastike. Me shtërdashur, unë po vazhdoj me i përfundu dhe këto bombica që na kanë mbet, apo brumi që kanë mbet për bombica, ndërsa juve ju dëshiroj shikim të këndshëm. Shihemi të dielën ardhshme. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Mirë se erdhët të dashur miq. Sot po takohemi për ta bërë një sallat me bullgur dhe me qiqra. Është shumë e thjeshtë. Një gotë e kemi bullgur që e kemi zier paraprakisht. E hedhim këto. Kemi qiqrat. Trangullin. Mundeni edhe turshi tashma si fort edhe nuk gjejmë të freskët, po unë e gjeta të freskët të mirë edhe e mora, për ndryshe bën edhe turshi. Unë e kam një trangull, qepën e kuqe. Djathin feta e kam përzgjedh për sallat.
një 50 gram, kështu edhe majdanoz, mundeni mint, borzilok ose baziliko, çka ju pëlqen juve. Vajin e ullirit mos ta harrojmë, edhe i qesim mjaft shumë, se është prej atyne sallatave që duhet me notu në vaj. Krip. Për sot kam përzgjedh, po më shasin dur se duhet me i pastru me salvetat bora. Qesa mirë. Okej, tash jemi në gjendje me hap piperin. Piper djegës, spec djegës. Kështu, edhe për fond pak uthull molle. Për ndryshe, si ide mundeni edhe mjalt pak me i hedh bashkë tepër shkart me këtë kombinim. Nëse nuk keni mjalt, edhe kështu është perfekt. Ja ku e keni një sallat plot me fibra, proteina, vitamina, edhe me pak kalori, edhe me yndyrra të shëndetshme, me krejt të mirat e Zotit. Pe marrë edhe një bora pak, me pastru jo ne po dy. Qështo. E juve po ju lë me sallatën time e pastaj edhe me emisionin Maje Gjuhës. Kur e përgatitni ju bëft mirë. Zoti Jakurti, ose Nazmi, ta ndëgjojmë se çka ke shkru. E dashur Gjeri, në këtë bisedë të ngrohtë me ty jam ndirë aq mirë si rrallë herë më parë. Në Majet e Gjuhës është një profil që mysafirëve u mundson që në atmosferë të relaksuar, familjare, t'i shprushin kujtimet edhe ato të cilave shumë rrallë ju kthehemi. Faleminderit për mundësinë të them sa do pak nga ato që si që të miku im, s'kam lënë gjë pa bo. Shumë e bukur, shumë të faleminderit. Shumë, edhe tepër bukur e keni shkru, tepër e ndjeshme, tepër më pëlqeu. Edhe faleminderit që jeni drejtume e dashur Gjeri, se megjithatë unë ndjej këtë emision dhe mysafirët që i ftoj këtu i ndjej në mënyrë shumë personale, shumë të afërt. Prandaj edhe i lejoj të futen në shtëpinë time, këtu ku edhe xhiroj emisionin, por krejt në fund, një pyetje vetme, një pyetje e fundit. Pse ju kemi në Majt të Gjuhës? A e dini pse ju kemi ftu? Tash çka them? S'kam lënë gjë pa bo. Ju keni marrë një nga ato të bombat e mia edhe tash unë e çmoj jashtëzakonisht shumë. Mas pari ftesën në shtëpi, e dyta ftesën në emision, edhe natyrisht ne ju njohim shumë mirë, publiku të nje jashtëzakonisht mirë, edhe shijon çdo paraqitje tonë në ekran, e unë thash, unë kam pas fatin edhe atëherë të rrim bashkë në një atmosferë shumë relaksuese me Fadil Berishën, një mik të përbashkët. Mik shpirtit. Me Nexhmien e madhe, atëherë me Sanie Gashin, kanë qenë edhe disa tjerë, edhe që atëherë unë të ndi mike, prandaj, faleminderit më do kur më thëshe Zoti Jakurti, diqysh, thash, po do më quma largë, jo pak. Jo, në asnjë mënyrë. Doja vetëm të tregoja respektin për Falemderoj shumë. Ty. Para se të them unë, sepse të kemi ftuar në Majet Gjuhës, apo e shikon telefonin, mos ka ardhur ndonjë SMS, mos po i mbetemi borç dikuj. A ta ka kthy kush në SMS? Po, vllau. Qa po thot, vllau? Kujt është ky mesazh?
Nuk e ka besu. Nuk e ka besu. Absolutisht edhe fëmijët sigurisht janë ose në punë, ose thojnë baba se ka shkru këto. Prit, ma s'ka dhe për e. A, pas ka ardhe dhe ndonjë tjetër? Vajza, pas ka shkru, ojoj. Që po thot vajza? Sinqerisht mendoj se nëse e ndjen që Prishtina po ofron mundësi dhe ti e ke dëshirën ti futesh punës tënde vetë, ja vlen ta eksplorosh seriozisht. O zemra! Treku këtu është duke u zgjeruar dhe si që thua dhe vetë, viti që vjen do të ketë shumë lëvizje në sektorin juridik. Oj, pas ka shku. Do me thonë, Bravo! Goneta e pas në Mbështetje. ajo është se une gjithçka fola për ta nuk fola shumë. Goneta ka kry shkollimin në bankën UBS, banka më e madhe në botë, edhe studimet ekonomi dhe financa, ka punu një 8 vite në bankë atje, do me thonë 3 fëmijët janë lindur në Zvicër. Edhe tash prej 4 vitesh jeton dhe punon në Dubai. Në bankë atje ka punu fillimisht, tash ka dalë një kompani të madhe, po gjithmonë në financave, në sektorin e vetë, po. Investimeve. Është një vajzë mrekullueshme. Edhe gjithashtu, djemt Agoni i madhi ka një ndërmarrje private për palujtshmëritë, shtëpitë. Kurse Albani edhe ai ka marrë shkollimin në bankën UBS gjithashtu, mirë po më vonë është specializu për fushën e patundshmërive. Wow. Edhe tash punon në bankën kantonale në Arau atje në Zvicër, i punësuar në bankë, por specialist për patundshmëri, do thot vlerësimin dhe menaxhimin e patundshmërive në kuadër të bankës. Bravo, 3 fëmijë të suksesshëm. Janë suksesshëm, ne jemi shumë të kënaqur me ta, do thot nuk kemi pas asnjëherë as më të voglin për problem me ta dhe jemi shumë të lumtur që ja kemi dalë me i Rritë dhe me i batë zot të vetës. Po. Shumë bukur, kjo ishte e tëra me zotnin Azmia Kurtin, mirë, po unë i mbetëm borç të t'i them se pse kemi ftuar në Majë Gjuhës. Jashta që e kam mik, jashta që jemi ribashkuar pas gjitha atyre viteve, jashta që unë admiroj punën e tij që e bën, jo vetëm në lidhjen shqiptare në botë, por në të gjithë organizmat tjerë shoqëror, unë e kam ftuar edhe për një gjë. Për shkak se është një shembull i mirë, është një shembull jashtëzakonisht i mirë, jo vetëm për ne shqiptarët, por edhe në botë, është një shembull jashtëzakonisht i mirë i një personaliteti, i një karakteri, i një njeriu, i një burri shqiptar i cili e do vendin e vetë. Dhe të falemderit shumë për kohën që e ke gjetë të vishte ne, të falemderit për të gjitha që i ke nda me publikun ton, dhe mu më duket ky kasnak shumë i vogël, por me gjitha atë dëshiroj që ju ta keni. Të falemderoj shumë se me këte me emocionove, me të vërtet shumë. Po them, unë nëse arri që vetëm një i ri të bëj diçka nga ato që i kam bo, se i bëj unë, atëherë, do thot, nëse vetëm për një të ri, shërbej si shembull, pozitiv, unë kam mri qëllimin. Unë ju falenderoj për krejt punën që po e bënin, nuk kam të drejt ju falenderoj në emër të gjithve, por me gjitha atë ju falenderoj për tërë punën që e bëni, ju falenderoj përsëri, për kohën që na e keni dhënë, edhe ju falenderoj për të gjithë ata që e kanë ndjerë pak apo shumë ndihmën tuaj, se unë e besoj që në këto momente që na kanë shiku, shumica prej njerëzve ju njohin dhe shumica prej tyre edhe e kanë ndjerë në lëkurën e vetë ndihmën që ju nëpërmes lidhjes shqiptare, lidhjes së bizneseve, lidhjeve tjera i kanë pas. Falemderit shumë, falemderoj shumë për mirënjohjen. Them, nuk ishte koha e kufizume, po janë gjana për cilat me siguri mbesin për tjetër herë për të thonë, ka raste shumë prekse që kanë qenë
me cilat jam ballafaqu, në të cilat kam kontribu gjatë punës time. Unë një rast e përmend shpesh nëse nuk të marrë shumë kohë. Ishte një rast shumë prekës, gjatë luftës ishin zhduk babe birë të një familje. Ishte mbete ama me 3 fëmijë të mitur në shtëpi. Edhe, do më thonë, ajo mendje kalon të jetën me ata 3 fëmijë të mitur, edhe nuk din të asgjë për të shoqin edhe të birin. Një ditë, kur asaj nënës i vdes e ama, dhe në varrimin e të amës, pëson infrakt dhe vdes edhe ajo. Tash mbetën 3 fëmijët tim, pa babën, pa vllajën e madh, pa nanën. Edhe mu me tregon daja i fëmijëve, unë e ngushlova, ndjeva për 2 vdekje mbrena ditës, e ngushlova, ai më thotë ndëgjoj, thotë Nazmi, unë i harrova ato 2, thotë, kam hallin çka të bëj me 3 fëmijët tim të mitur. Edhe ndërmarr reakcionin për ti adoptu daja. Pati shumë peripeci, tash nuk po hyn në detaje, po me të vërtet u dasht punë, u dasht kohë, u dasht ankesa, derisa e bëm adoptimin e aty në 3 fëmijëve të daja, shku me dajin, i regjistruam në shkollë në Zvicër, u vendosën me leje në Zvicër, edhe ata 3 fëmijë janë sot të rritur, të martuar, dhe ai një djalë dhe me të 2 motra. Dhe ai djali, sa i takon djemtë e mi, merr për qafe, sa një ditë shkova në një restoran me një shokun tim për pi kafe, për të hangër diçka. Ai kishte qenë me motrën dhe me të fejumen aty. Erdhi na përshëndeti, edhe ul prapë në tavolinë atje. Në ndërkohë shkuan ata. Edhe ne e thrasim kamarierin me pagu, thot i ka pagu ai çuni atje. Atëherë i kam thonë atij shokut tim, thash ndëgjoj. Nuk ka miliona që ma kompenzojnë këtë kënaqësi që përjetova sot, ai djalë, ku ka qenë ai në çfarë pozite, u bë sot na paguaj neve pijet, drekën, tash kjo është lumturi e madhe. Po them kësi raste kam pas shumë gjatë punës time dhe jam shumë i lumtur që kam mund të ndihmoj, edhe kam ndihmu me mira raste pa kompenzim. Nuk është gjithçka paraja, mendoj që shumë më mirë kur e takoni njëri që i ke bë mirë, e shikon në sy me ndërgjegje të pastër, pa e keq përdor tragjedinë e dikujt për t'u pasunu apo diçka. E këto gjëra më bëjnë krenar shumë. Prandaj edhe them, jeni shembull për të mirë. Prandaj edhe ju kemi në Majë Dëgjues. Faleminderit për komplet kontributin dhe faleminderit shumë edhe për kohën që ja keni dhënë publikut tim në veçanti, dhe uroj shëndet për ju, për familjen tuaj, dhe uroj që edhe shumë vite të vazhdoni me veprimtarin tuaj. Faleminderit shumë, edhe unë ju uroj çdo të mirë ty, familjes, gjithë stafit të televizionit 21, të cilën e përcjell që nga themelimi, edhe them është një kompliment, e keni ruajt profesionalizmin që sot në këto kohë nuk është lehtë të ruhet, se disa mediume, unë e thash një ditë me do miq, thash 10 vitet e ardhshme ne do ta kemi gazetarinë më të mirë në Evropë. Thanë pse? Thash kemi aq shumë shembuj të këqij që do t'u mësojmë studentëve si të mos veprojnë, që do të bëhet gazetaria më e mirë në Evropë. E ju e keni ruajt çdo kompliment, çdo sukses. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, ndërsa miq të nderuar, unë ju falenderoj që keni qëndruar deri në këto momente me ne. Në të vërtet, më thuni mu falemderit që e kam sjell një mysafir të këtill që ta shihni, të shihoni çdo fjali që e thot Nazmiu, miku im, por ta shetuti edhe miku juaj, edhe falemderit që mund të them kështu, që keni qenë besnik gjatë komplet vitit dhe vazhdoni të jeni besnik të Radio Televizionit 21 dhe të emisionit Majë Dëgjues. Me Nazmiun, apo me zotin Nazmia Kurtin, e përfundojmë këtu, por këtë ftyrën që shtu temen rumullak, e shihni javën tjetër përsëri.